Të paktën dhe kemi një mik të emisionit dhe sigurisht një nga juristët tuaj të preferuar, Kujtim Cakani në studio me ne. Mirëmëngjes Cakani, mirë se erdhe. Faleminderit Flavio. Besoj ke lexuar e konsultuar me dokumentin. Patjetër. Tani për te pjesës së lishme, le të qëndrojmë tek ajo që na kanë thënë deri në këto momente. Kanë njerëz që kanë bërë burgun për inceneratorët. Na tha Rama pasi u arrestuan të gjithë që projekti do vazhdojë sepse ishte shumë i mirë dhe po incineronim shumë mirë. Ndërkohë pritet që edhe kryebashkiaku ndoshta të gjykohet për inceneratorin, por procedurës nuk i jemi futur, por ndërkohë del ky vendim sot. Çfarë do të thotë ky vendim? Shiko Flavio, në buxhetin e vitit 2026 është parashikuar, nëse do ta konsultoni me buxhetin, që deri në vitin 2028 qeveria shqiptare do alokoj ose do disbursoj akoma dhe 30 milion euro për sa i përket inceneratorit, sepse sipas tyre duhet të fillojë të ndërtohet. Pra, inceneratori që deri tash nuk është ndërtuar dhe ne ose qytetarët shqiptar paguajnë për incenerimin, 29, ajo është ajo kuota e famshme 29 euro për ton, që është bashkë me incenerimin brenda, dhe kjo po vazhdon. Padyshim, ju pak më parë dhe dije më saktë keni folur për prokurorinë. Nëse do të kishte një prokuror në këta të posaçmit, këta heronjt, do të kishte nisur urgjent hetimin. Jo se kjo çështje nuk është denoncuar, padyshim, sepse ato vendimet janë ato të cilët sjellin pasojat më pas. Mos harrojmë diçka. Njerëzit sot, si zoti Berisha, si zoti Meta, si zoti Mediu, e gjithë me radhë, janë në procedim penal për vendime që nuk i kanë nxjerr kurrë. Pra për perceptime, sepse mos kesh ndikuar ti që ka dalë vendimi. Pra ndikimi yt tek ai ministër mund të ketë qenë duke pirë kafe i ke thënë nxjerr këtë vendimin. Jo më ta nxjerrësh vendimin, ta shkruash me emër dhe mbi emër kryeministri i Republikës dhe ti mos marrësh asnjë përgjegjësi penale. Pra, persona të cilët por vendimi është i shtrëmbur. Po prandaj pikërisht pra, sepse shiko, Flavio, është një rrugë që ka nisur 30 vite më parë në Itali, Reggio Calabria, Salento Reggio Calabria. Dhe ajo sa herë, pse nuk ka përfunduar? Sepse tenderi e kap mafiozja. Dhe mafia dhe prokurori çfarë bën? E nuhat dhe menjëherë tak bllokon fondet. Kjo është puna e prokurorisë është kjo. Që ti të shikosh që del një urdhër, një VKM, një ligj, një kështu me radhë, ti menjëherë alarmohesh dhe vendos bën sekuestro. Ndërhym, po patjetër se ti prandaj prokuror publik. Ti prandaj e prokuror, dhe prokurorët duhet të kishin ndërhyrë për të gjitha vendimet që kanë nxjerrë Edi Rama, ku ka shkelje që ka dhënë para nga buxheti i shtetit se si ka të vetat, janë paratë e gjithë dhe neve. Dhe kështu që kjo është detyra ekskluzivisht e prokurorisë. Sepse ne mund të diskutojmë këtu në studio, mund të flasim teknikalitete që dhe qytetarët nuk kanë për të kuptuar, sepse njerëzit, përveç ata që jetojnë në Tiranë dhe jetojnë aty te zona rreth, askush nuk e di që atje ne po paguajmë para për një objekt që nuk ekziston. Sepse nuk ekziston pra. Sikur ai po punon. Pra paguajmë para për një objekt që nuk ekziston dhe parat paguajnë sikur ai ekziston dhe ai punon. Pra, ai inceneron djeg plerat, sepse incenerimi është djegje, ta kuptojnë qytetarët. Tani problemi është që këtu futet në lojë menjëherë prokuroria. Është e prokuroria për folët ju mbrëm, folët ju pak më parë këtu. Prandaj janë ata prokurorët e posaçëm dhe që ta marrin. Për çfarë u bën? Për të kapur këto dokumenta, këto letra dhe për të parë ku shkojnë këto para, 30 milion, 50 milion, 60 milion euro, ku shkojnë, se prandaj do ndjekësh parat pra. Dhe pse dalin këto? Pse kryeministri ka vendosur të bëjë këtë veprim? Dhe pse dhe kur mos harrojmë që ka një ndjekje penale, pra është një hetim, por çështja ka dhe sekuestrim. Mos harrojmë që ka dhe një sekuestrim nga prokuroria e posaçme. Për inceneratorin e Tiranës, që nuk ekziston pra, dhe unë nuk e di tani, prokuroria kur dëgjon kryeministrin që nxjerr një VKM ose bën një ligj të caktuar, dhe ajo për një çështje që ajo e ka në hetim dhe nuk vepron, unë si do t'jap emrin e kësaj historie? Si do t'jap emrin? Një sekond. Po. Ky vendimi i Edi Ramës, ndërkohë që është nën sekuestro inceneratori. Po. Çfarë vlere juridike dhe penale ka? Apo e bën ai për të mbrojtur veten, apo është thjesht tu jetë? Jo, ai justifikohet vetëm me faktin që ai justifikohet sepse ne kemi një kontratë thot ai me kompaninë që do ndërtonte incenerator. Që është gjithashtu në sekuestro. Që është në sekuestro dhe kompania. Dhe kontrata e keqe që është bërë atëherë nuk kemi çfarë të bëjmë sepse nëse ne do shkojmë në arbitrazh, ne do humbasim miliona. Ndërkohë që ky nuk ka pyetur për raste të ngjashme, ka shkuar në arbitrazh, po marrim në rastin Beketi. Nëse ky do interesoj ai shumë për kontratat që i ka bërë në mënyra, mund të themi, abuzive, kështu me radhë, sepse ata kanë një kontratë. Ajo kontratë është sekuestruar tashmë.
dhe është kontratë e cila nuk është për mbajtur kushteve nga ata që do ndërtojnë incineratori, sepse incineratori sot që ne flasim duhet të ishte ndërtuar. Sot që ne po diskutojmë duhet të ishte ndërtuar. Dhe ndërkohë që incineratori kur është marrë vendimi i gjykatës për të vënë në sekuestro incineratori në kompaninë, llogaritë bankare kështu me radhë, për të shpallur në kërkim, atëherë ata kanë konstatuar që nuk ka pra nuk ekziston objekt incinerimit aty. Dhe në kuptim të kësaj, vjedhje e pastër fare. Po është vjedhje e pastër dhe kryeministri çfarë bën? Vazhdon me justifikimin që po nuk pagova unë, pra nëse prokurori do të ndjek lekët, këto para ku shkojnë herë? Po kush i merr këto para vërtet? Ky është pyetja që bëhet Altin Dumani. Jo, parimisht. Po jo, parimisht këto para thot Rama shkojnë përsëri te llogaria e kompanisë, po llogaria e kompanisë është në sekuestro, thonë dhe këto para do thot ai mbeten përsëri shtetit. Sepse kompania, thot ai, është në sekuestro. Po e bën sepse thot, ne do përmbushim detyrimet kontraktore që kemi me kompaninë. Dhe nëse ne nuk i përmbushim këto, atëherë ata pra ka përcime juridike që njerëzit mos ta kuptojnë, Flavio. Kjo është e gjithë historia. Imagjinoni ju tani Ramën që kujdeset shumë për kontratat, për marrëveshjet kur ai pyet as kontratë, as vendimet gjykatës Strasburgut, se janë sot një 67 milion euro që duhet t'u jap qytetarëve shqiptarë që kanë fituar gjyqja e Strasburgut kështu me radhë, ai përsëri nuk i zbaton këto vendime. Por vendimet e kthimit në detyrë. Po, ato janë të brendshme, nuk po flasim për ato, po flasim për vendimet gjykatës europiane, drejtat e njeriut që janë lidhur me pronën, janë me vendime abuzive, me burgim pa drejtë, historira të kësaj natyre. Bëhen 50-60 milion dhe ai ato sepse ai ka si detyrim që duhet patjetër të ketë në zë në buxhet ato. Po, sepse ato do të jenë në zë buxhet. Dhe ai nuk i ka futur fare, nuk i ka buxhetuar fare. Pra që thot, unë nuk i njoh vendimet e gjykatës europiane. Imagjinoni ju tani Edi Rama te një kontratë që ka firmosur vet, sepse ai ka firmosur kontratën. 17 vendime, të një nga ato 17 vendime fap, edhe tani u jep para. Tani prokuroria duhet të shikojë këto para ku shkojnë. Sepse ne nuk e dim ku shkojnë këto para. Unë dhe ju nuk i dim. Ne dim thjesht procedurën që është antiligjore, bjerë kundërshtim me ligjin dhe duhet hetuar pra. Me këtë procedurë, kështu siç është edhe vendimi i fundit, në rast se një prokurori do i teket të bëjë detyrën. Në ç'është pozitë juridike është kryeministri sot? Kryeministri si fillim do të regjistrohet procedurë në shpërdorim detyre. Pastaj duhet parë nëse ky shpërdorim i detyrës, sepse s'mund të themi tani direkt që shkon te korrupsioni, sepse duhet hetuar pastaj. Korrupsioni aktiv, pasiv e kështu me radhë, por si shpërdorim detyre, kryeveprime që bie në kundërshtim me kryen e detyrës, është një vepër penale krejt e dukshme. Pastaj gjatë hetimit del pastaj nëse ti ke favorizuar, se ke favorizuar veprimet që ke kryer, ku kanë shkuar këto parat të buxhetit të shtetit ose parat e shqiptarëve, kush janë përfituar, janë miqtë tuaj kështu me radhë. Ore se po bëjnë burg njerëzit Flavio. Po bën burg presidenti i Republikës për gjëra që nuk i ka futur kur dorë në buxhet shtetit mon. Nuk ka një akt, një vendim, një BKM, ore një akt administrativ të zotit Ilir Meta që të ketë prekur 100 dark në aparat tona, pavarësisht asaj çfarë flitet perceptimit. Po flas, nuk ka një dokument, një provë. Dhe po bën burgaj, ka 20 muaj sot. Sepse ti thot ai mund të kesh ndikuar, thot, ndikim, perceptim, ndikimi, 45 pra, mund perceptimi. Dhe Zoti Rama nxjerr VKM aty edhe sa s'pyet fare. A prokuroria nuk do t'i fare. Ky është thelbi i gjës, sepse prokuroria do ndalojë. Prandaj ka dhe mjetin, prandaj kodi procedurës ka sekuestron preventive. Prandaj ja ka dhënë është në ligj sekuestro që të bëhet parandalim me sekuestro bëhet një ndales aty dhe thot dalin që ku po shkon ti. Dhe sekuestro vendoset për këtë qëllim, që ta marrin në sekuestro, që mos ketë më derdhje, rrjedhje të buxhetit të shtetit. Kjo është. Kështu që nga ato që të rrotullohemi do shkosh tek ai përsëri. Herojnë të fëmijëve tu, të mit, tjetrit. E kuptoni, kjo është historia. Ndërkohë, nëse përdorimi i buxhetit është privatizuar në këtë formë nga kryeministri. Sepse më fal fare, sepse këta kanë një gjë tani, kanë shpikur edhe një gjë gjithë këta, juristë, analistë, gjithë me radhë. Mos shikoni se kryeministri në detyrë nuk hetohet, nuk arrestohet, nuk bëhet. Po, vërtet kryeministri në detyrë nuk arrestohet. Po kryeministri në detyrë hetohet, Flavio. Kryeministri në detyrë nuk arrestohet, po kryeministri në detyrë hetohet. Sepse kemi sot boll kryeministra në Europë, në botë ku ti duash ti, që janë në detyrë dhe president që hetohen. Hetohen, nuk është e thënë që ta arrestosh. Sepse ne gjithmonë jemi tek inkuizitori, persekutimi pa arrestimi. Jo, hetohet kryeministri, konstatohet, çohet në kuvent, hiqet mandati dhe vazhdon drejtësia. Sepse do ta heqin këtë mendimi, nuk hetohet kryeministri në detyrë. Ligji shqiptar në 2023 korrik 2012
Kuvendi i drejtuar nga Josefina Topalli ka vendosur që të heqë imunitetet, që të heqë të mos ketë më penges prokuroria, që të hetoj X-in, Y-in, deputeti, kryeministri, pra asnjë pengesë ligjore për të hetuar. Prandaj u bë ai ligj atëherë. Prandaj ndryshoi kushtetuta edhe kodi i procedurës penale për këtë gjë. Kështu që kryeministri hetohet, jo nuk hetohet. Po mirë, këta e kanë shtyrë goxha këtë narrativ që s'do e gjej gjë sa të jetë në pushtet. Jo, shiko, tani, dëgjoj Flavio, kjo është narrativa e këtyre cilët duan të mbrojnë. Por një prokuror i përgjegjshëm, se do të kuptojmë diçka. Edhe në atë Italinë që ne gjithë i bëjmë shembull, nuk janë sot as di as pardie, nuk kanë qenë 20 prokurorë, as 30, 4-5 kanë qenë. Dhe sot në Itali 4-5 janë Gratteri, 3-4 tjerë janë që bëjnë luftën me mafien. Nuk janë gjithë prokurorët e Republikës Italisë që luftojnë. Dhe në Shqipëri, mos prisim të 20 prokurorë që janë atje, se ata janë gjithë kot atje. 3-4 djem nënash që mund ta duan Shqipërinë, ta duan pa kushte, më jo për pagën, se këta e duan Shqipërinë për pagën. Ky është problemi i madh i prokurorëve shqiptar. Duhet ta duash vendin tënd edhe të bësh këtë lloj lufte, po 1-2 prokurorë bëjnë këtë. Ata marrin zëmër, ata vendosin çdo gjë të shenjtë, të shtrenjtë të jetës tyre në shërbim të kombit. Dhe kjo është prandaj po them. I keni ju emrat e këtyre? Shiko, unë për veten time deri sot aty nuk shikoj ndonjë. Ta them sinqerisht, sepse nuk ka strukturë më të formuar sot në Europë që të ketë 20 prokuror antikorrupsion dhe 100 oficer në dispozicion të tyre. Nuk ka asnjë strukturë tjetër në Europë, Flavio. Të flasim realen. Dhe më thoni rezultati. Në letër këta do të kishin shpartalluar dynjan. Unë nuk pretendoj që ata 20 prokurorë të luftojnë korrupsionin çdo sep të Shqipërisë. Është e pamundur për ta luftuar. Por, ama këtë lloj korrupsioni ku kryeministri ngrihet nga darka duke pirë verën 33.000 euro, lëshon firma, jep VKM, jep urdhra për të bërë ligje personale të kuptojmë, jo ligje me emër, lëshon investitor strategjik, tani ka shpik dhe pakete maleve, dhe ku dëgjojnë çfarë po bën ai në këtë vend, mjafton që një prokuror të jetë, një prokuror merr me kryeministrin dhe nuk ka nevojë as për 20 as për 15. Po nëse gjithë korrupsioni buron nga kryeministri. Po pikërisht sepse këtu qelbet peshku nga koka, thot populli. Dhe nëse ti sot ndalon, pra heton kryeministrin, ti sot ke fituar luftën me korrupsionin. E pe në Spanjë dije çka ka ndodhur. Po, bastisën zyrat. Bastisën zyrat. Dhe shkuaj ajo atje dhe nuk i la garda të hynin brenda në kryeministri. Jo se nuk kanë shkuar këta të BK-s, por nuk i la garda të hynin brenda. Po kupton çani vetes flasim apo jo? Kryeministri i vendit atje di është shpartalluar. Vetëm i ka mbetur, po Spanja, padyshim. Po padyshim, dhe Spanja dhe është shpartalluar. Dhe kjo ajo është prokurori. Dhe në gjithë botën, agjensit, opozita duhet të dali me një platformë qartë. Do ndërtojmë një strukturë kombëtare për të luftuar krimin, korrupsionin. Do të marrin para të gjithë hajdutëve që kanë vjedhur në këtë vend. Gjithë hajdutët që kanë vjedhur dhe vazhdojnë të vjedhin toka, prona, çdo gjë të shenjtë të shqiptarëve dhe do t'u kthejmë, duhet të dalë opozita e qartë më, e kupton? Do sot lëre prokurorin më, do bëj agjenci shtetërore për konfiskimin. Agjenci shtetërore për konfiskimin e të gjithë atyre të cilëve janë bërë pronar nga darka në mëngjes me BKM. Të gjitha atyre që ishin njerëz të rrugës, lëtyra rrugësh dhe i ka marrë, ky ka bërë biznesmen, Flavio. Dhe qytetar shqiptar për këtë po ikin nga Shqipëria mor. Sepse e shikon atë patronazhistin nga sot në nesër është bërë pronar. Fëmia e tij lumturohet, fëmia e tij tjetrit rri pa bukë pra. Pra opozita kjo është gjë pare opozitës, kjo duhet të jetë. Agjenci shtetërore për konfiskimin e të gjithë pasurive të hajdutëve të këtij vendi. Po si mund të marrësh tokën 1 euro ti mor? E të gëzosh ti tokën e tjetër 1 euro. Si mundet mos çka koncepti ke? Dhe ti të gëzosh pronën e tjetër, të bësh investime ti, të bëj investime strategjike historike, se ato investime strategjike disha janë paratë e pastrimit të korrupsionit. Nuk ka asnjë investitor strategjik në Shqipëri. Tani historira koti. Janë pastrojnë paratë e korrupsionit qeveritar dhe tani kanë një mënyrë tjetër, disi pastrojnë paratë. Këta që kanë 4-5 apartamente të administratës publike me B&B edhe japin me qira dhe gjoja. I marrin me kredi, japin me qira dhe presin fatura koti për justifikuar pasuritë. Pra, këtu ka lloj formash. Prandaj duhet një byro ose më saktë një agjenci kombëtare. Ja sugjeroj opozitës agjenci kombëtare të konfiskimit të pasurive të hajdutëve të Shqipërisë pra. Kaq është e mbyllur historia. Çoja atje bëj dosjen, çoja atje në prokurori. E le ta pushojë prokurori çështjen. Le t'ja pushoj po t'ja mbaj prokurori çështjen. Kjo është lufta me korrupsionin, Flavion. Mos prisin ai 20 prokuror
E na këta idiotët prokuror që kanë futur tani në për shkallët e para, që janë komplet kalamaj që se kanë ide fare, tremben sa shikojnë një të fortë që vete në zyre kështu me radhë. Kështu bëhet kjo histori, ndryshe nuk ka për të bërë. Pastaj le të nxjerrë ai VKM e nxjerrë çfarë doj, sepse këto që kanë bërë ai këto që këto VKM që janë para që u jepen firmave, kompanive, njerëzve të tij dhe këto kthen në vota. Këto para që lëshohen janë para votash, do blihen vota me këto, Flavio. Po bëhet për zgjedhje. Hajde flasim, hajde ta diskutojmë teknikisht, juridikisht, po do ta diskutojmë 2 minuta. Po problemi është që këto para konvertohen në vota. Vjedh buxhetin për 10 vota, vjedh vota për 10 buxhetin e shtetit. Është shumë e thjeshtë pra. Agjencitë shtetërore në gjithë botën funksionojnë në këtë mënyrë. Ajo agjencia dje ka shkuar te kryeministri i Spanjës, është agjenci shtetërore mo. Nuk ka lidhje me prokurorin fare ajo. I ka dhënë fuqinë ligjore që ajo të kontrollojë çdo njeri i cili mendon që vjedh, që abuzon me parat ose që abuzon me firmën. Ka shumë e thjeshtë pra. Qëllon të jetë gjithashtu edhe sa që bëhet Mik Rama me ndokënd i shkon po shiko, ka thënë Hidro Montanelli, shiko tani se do kuptojmë diçka. Hidro Montanelli ju e njihni, ka thënë që të majtët sa herë që vinë në pushtet, shtoj varfërin. Po. Apo jo? Ju mbarën drejtë të tjerë. Sepse predikojnë kur janë opozit, predikojnë barazie, të drejta kështu me radhë, sa vinë në pushtet, shtojnë varfërin dhe rrisin pa barazin. Është tipike e sjellje të majtëve shqiptar. Do të jap një të re. Po. Revolucioni fillon në rrugë dhe mbaron në jahtë. Për to, revolucionet e majta. Dakord, sa kanë një kuriozitet që besoj kanë gjithë shqiptarët, këta që kanë ndjekur burgosjen e Lefter Kokës, 7 burgjet e Alçi Bllakos, e të tjera. Sot, në 2026, pas 100 miliona eurove dhe viteve të tëra, çfarë ndodh me procesin e incenerimit dhe me 3 inceneratorët e famshëm të Fierit, Elbasanit dhe Tiranës? Flavio, ti beson se kjo është punë e Lefter Kokës, kjo histori? Po sigurisht që nuk e besoj dot. Teri është viktima e këtyre më. Teri kishte Teri ka hedhur një firmë të një ministrie që s'kishte zero buxhet më. Kupton ti? Teri ka hedhur një firmë në gjithë zinxhirin e atyre firmave atje. Okej, e ka hedhur Teri gabim firmën? Po. Ka shkuar te kryeministri, juristi e kryeministrit e konstatuan këtë firmën, që pse e ke hedhur ti? Dhe ne nuk ta miratojmë. Pra kuptoni ç'a Teri ka bërë burg për Edi Ramën. Lefter Koka, Alçi Bllako e tjetri kanë bërë burg për Edi Ramën. Unë nuk po i bëj pafajshëm, se unë nuk e di dosjen e tyre, nuk do të futem në merit as ta bëj fajshëm. Po në parim, Teri është ajo hallka e atij zinxhirit të gjatë që duhet ishin gjithë në burg. Që duhet ishin gjithë burg. E bëri Lefteri, i ra ati, për shumë arsye, e kështu me radhë, edhe, që ti themi Terit në tani? Por problemi këtu, Koka është Edi Rama. Koka është Edi Rama. Nuk është se ne, po e themi këtë për të bërë opozito, Flavio. Problemi qëndron që ti, populli të ka vënë ty të administrosh një shtet të gjithë. Dhe presupozojmë të ka vënë ty që ti të mbrosh. Në momentin që ti e vjedh shtetin tënd, atëre e ka fal ministri. Por nuk kam votuar ministrin unë. Ministri e zgjedh ti. Unë ta kam dhënë ty votën të administrosh ti këtë republikë. Në momentin që ai drejtori vjedh, mua nuk intereson fare, mban ti përgjegjësi për drejtorin. Po e diur që përgjegjësia është individuale. Pa dyshim individuale dhe unë për këtë jam, nuk diskutohet. Por në një vend ku patronazhimi di dhe brekët e grave, ngjyrit e brekëve që kanë këta, veshur, dhe nuk di ka kryeministri që ai ministri dhe ai drejtori atje, po vjen 400 milion euro. Po ja këtë, më thënë, kjo më jep shpjegimin, ku këta din që në fshatin XY, po bëhet një ndërtim pa leje. Po bëhet një kotes pulash e një qati. Edhe nuk di ka kryeministri që u vjedh tani. Në nartë e din kotecin pa leje, po nuk i din 15 kilometra plazh të rrethuar pa leje. Pa leje. Kjo është historia. Nuk din që nga palasa në ato, çai thon, në Ksamil, pastrojnë paratë e Kolumbisë dhe të Meksikës. Se ti e di si quhet andaj tani. Quhet Kolumbia dhe Meksika janë ndarë. Janë ndarë me zona. Kjo është Kolumbia dhe tjetra është Meksika. Jo, se di këtë. Jo, e ta them unë. Palasa nga Palasa në Ksamil, tani e kanë vënë një emër, i kanë vënë një emër, është Kolumbia e Shqipërisë. Pra Bogotaja, Meksiko e gjithë me radhë, sepse të gjithë paratë që vinë që nga Meksika në Kolumbia janë gjithë andej pra. Ore do korrupsionin ta kapësh o Flavio se i bien gjatë këta mo. Ik në palas, te vilat atje janë 500 vila, të rinë atje të shikojnë kush do dënë ato vila. Ai është korrupsioni mo. Ça i bini gjatë tani. Ik shikoni ta ajo pika e vogël fare tha ministri, pika e vogël tha ministria,
Ati i ke parat e korupcionit, pse i bini gjatë pra? Pse Spaku duhet i bjerë ka gjatë? Shko në jug të Shqipërisë, i ke të kapur atje gjithë pra. Gjithë parat që pastroni ka atje, mes të Tiranës po dhe atje. Pra Bogotaja e ke në Dhërmi. Dhërmia është Bogotaja sot. Kytim Cakani, faleminderit shumë. Faleminderit Flavio. Asnjëherë zhgënjyes, ndërkohë që të dashur ne kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.